Të dashur miq, rikthehemi në studio për të folur për të njëjtën gjë që tham, e që ndërlidhet me kronikën që sapo pam, për çmimet që jepen vjetorit të letërsisë që jepen nga ana e Ministrisë së Kulturës. Që është e vërteta kur mora lajmin që fituesi këtij viti për vepër jetësore për çmimin Azem Shkreli është profesori Bajram Kusumi, në fakt u emocionova dhe isha më së e lumtur. Dhe thash, gjëja e parë që dua të bëj është që sot ta kemi në studio profesorin Bajram, sepse kemi shumë për të folur për të. Dhe konsideroj që ky çmim që është dhënë sot është vetëm një nga pak çmimet që do duhej në fakt të jepshin edhe më herët për të nderuar një krijimtari jashtëzakonisht të pasur, jo vetëm të fushës së letërsisë, edhe të publicistikës, edhe të letërsisë, edhe të albanologjisë e shumë tjera, fusha në të cilat profesori Bajram Kusumi ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh. Profesor, faleminderit shumë që ndave pak kohë sot për ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem me juve këtu. Kënaqësia është e gjitha e jona. Unë besoj, prof, që është nder, është edhe emocion shumë i madh që pas një angazhimi shumë vjeçar, unë do të thoya në periudhat më të errta të vendit edhe të kombit, të nderuani me një çmim si ky që marret sot. Pra, çmimin për vepër jetësore Azem Shkreli, që e thamë ndohen në baza vjetore e Ministria e Kulturës. Natyrisht që po, është një ndjenje e këndshme që të vlerësohesh, sepse vlerësimi dëshmon që ti lexohesh, që tekstet e tua lexohen, po të mos lexohesh nuk do të vinte deri te vlerësimi. Dhe ajo që unë e theksoj stash këtu me bisedë me juve është rëndësia, jo vetë çmimit tim, por rëndësia këtyre çmimeve dhe punës që bëjnë institucionet, në këtë rast Ministria e Kulturës, për të nxitur letërsinë. Sepse në thelb, letërsia ekziston dhe ka këtë famë që ka sot, dhe du njerëz sepse letërsia na bën më të mirë neve. Letërsia na bën më të ndjeshëm, na bën më humanist, na bën njerëz që të planifikojmë gjatë të ardhmen e njerëzimit. Letërsia na bën të mendojmë a thua stërni pa tonë mas 500 vjetëve çush do të jetojmë. Asnjë fushë tjetër nuk e arrin këtë sikurse letërsia. Mirë po në kohëra të veçanta, në kohëra të cilat ka vlera tjera që dominojnë shoqërinë, sikurse është koha jonë, në cilin ne bëhemi çdo ditë rob të angazhimeve tjera, që të them të politikës, të mbijetesës, të ekonomisë, të shëritimit të rrymës, të botës virtuale, të paras, shpirti njeriut harron atë humanizmin, njeriu e harron anën e mirë vetën dhe shkon ka egërsia. Dhe po të mos ishte letërsia, ku diku do të përfundon të njeriu. Prandaj, investimin letërsi, edhe dhënia këtyre çmimeve, tregon që letërsia shumë e rëndësishme në shoqëri. Tregon që shoqëria pa letërsinë ndoshta do të bëhej e egër. Ndoshta do të ishim për një 50% më të egër si njerëz ne, në gjitha kuptimet e fjalës. Unë isha sot i lumtur, natyrisht, ja jam i lumtur edhe për çmimin që ka marrë, por edhe për faktin që ishte një moment i rëndësishëm ku dilte në spikam vlera dhe rëndësia e letërsisë dhe e arteve tjera. Dhe t'i them njeriut, që t'i thuhet, ta shoh njeriut që letërsia na zbut shpirtin dhe na bën jetën më të bukur se sa fusha tjera. Është shumë e vërtetë, sidomos ata të cilët e duan dhe e kanë edhe pasion këtë fushë. Profesor, në arsyetimin e Ministrisë së Kulturës për çmimin që është ndarë sot, thuhet se keni dhënë një kontribut shumë të madh në publikimin e letërsisë nga burgu. Dhe në fakt mua më kujtohet libri Enciklopedi Imagjinare, të cilën jo shumë vjet më parë, nuk e di nëse ka një vit ose dy, e kishim prezantuar edhe në këtë takim të pasditës. Dhe është një letërsi jashtëzakonisht e veçantë. Ju jeni njëri prej nismëtarëve të kësaj letërsie në kuptimin e publikimit të asaj që është ruajtur dhe është shkruar në burgjet e Kosovës. Dhe unë, për hir të shikuesve dhe miqve që po na ndjekin, do doja që të flasim pak për këtë pjesë të krijimtarisë suaj, që është shumë e veçantë, e cila është shkruar në një kohë jashtëzakonisht të vështirë, në një kohë ku çdo 6 muaj ju merrni në burg e që keni përjetuar çka jo,
në pjesën më të mirë të rinjës suaj. Po e kujtoj tani një fotografi kur para se të hynit në burg dhe pasi kishit dalë nga burgu, të cilën e kishin prezantuar në të kaluarën dhe thash me vete, duhet shumë pasion dhe shumë dashuri për jetën dhe për letërsinë, me arrit me shkru diçka dhe në kushte ekstreme si ato të cilat i keni përjetu ju në kohën e burgimit tuaj. Hajtë them shkrimi i letërsisë në përburgje ndoshta është dëshmia më e fortë dhe më e mirë e asaj që thash pak më herët që letërsia e ndihmon njeriu të mbijetoj edhe situatat më të vështira të jetës. Supozon burg, dhe sidomos në burgjet jugoslave, dhe sidomos kur ishe shqiptar dhe i dënuar politik, asnjë drejt nuk njihej, kur edhe me shikime mundoheshin të hanë, tash supozon në një situatë të tillë, njerëz disa prej burgosëve shkruanin poezi, shkruanin ese dhe shkruanin tekste tjera letrare ose letra për familjet, po me kontekst letrar. Dhe krejt kjo do dukej e vështirë, por më e vështira është ajo që e thatë ju, çdo 6 muaj hynin dhe krejt çka ke shkruar ti merr. Dhe ti mbeteshe përsëri në zero, ktheheshe në zero. Dhe ja nishe prej fillimit përsëri. Pak a shumë duket si një punë e Sizifit. Sizifi e shtyn gurin, e shtyn dhe kur del afër majs, guri shet poshtë. Por ky Sizifi nuk dorëzohet. Ky e shndron në motiv të vetin jetësor shtyrin e gurit për pjetë. Njësoj sikurse të burgosurit politik shqiptar, sidomos mas 81-shit, cilët e shndrojnë në motiv jetësor bartjen e ideve të veta, e pikpamjeve të veta, e imazheve të veta jashtë burgut. Dhe anashkalimin e burgut duke ndërtue atë që ne kam quajt me një term që edhe sot më pëlqen Republika e Letërsisë. Ne kërkum të 81-shin Republikën e Kosovës dhe nuk e arritëm me një herë, sepse filloi një proces dhe Republika u kriju ma vonë. Por, me një herë, në vitet e para, mas 81-shit, ne krijuam në përburgje një Republikën e Letrave tona, në cilin ne mendojshim lirisht, shkruanim lirisht, i shprehnim ide tona, imazhet tona, figurat tona lirisht, dhe askush nuk mund të na ndërhynte, na korrigjonte, na cenzuronte atë Republikën tonë të letërsisë. Dhe kjo është një e arritur e madhe, një vlerë, unë besoj, dhe me këtë ta përmbyll këtë pjesë, unë besoj se kjo është një vlerë shumë e madhe e letërsisë shqipe, e cila dhe për cilën fatkeqësisht ende nuk ka një senzor të duhur të kritikës dhe të historianëve. Edhe pse ka mjaft kritik dhe ka historianë dhe ka letrar tjerë që e trajtojnë mirën me ta, por ende nuk është një kandar i duhur për vlerësimin e saj, sepse kjo letërsi, përveç vlerave letrare, ka ndikim të madh edhe në kulturën tonë, edhe në pikpamjet tona si shoqëri e organizuar që luftojmë për lirinë. Profesor, me që po flasim për këtë pjesë të krijimtarisë edhe të jetës tënde, më bën shumë përshtypje, ke rrëfime të veçanta për mënyrën se si shkruanit, më pas si arrini që t'i nxirrni jashtë burgjeve. Ju i përmendët këto letrat, komunikimet që keni pas, që kishit me familjarët nëpërmjet letrave. Po keni edhe rrëfime shumë të veçanta për atë ku i shkruanit, si i ruanit, si arrinit më pas që hajde t'i nxjerrim jashtë. Ke ndonjë moment më të veçantë? Po, unë ka, secili prej nesh ka modele personale, si ka shkru dhe si ka arrit t'i ruaj ato. Unë di disa të mijat, i kam 2 modele që janë antologjike që i kam rujt unë poezit, po di edhe tjerë, si për shembull Hydajt Hyseni, Mergjan Abdyli, Ismail Sylla, Januz Januzaj, që kanë arrit t'i ruajnë ato tekste. Me të vërtet janë antologjike ato mënyra. Ta zëm, poezit e mia kanë qenë për një 3-4 muaj, një pjesë e tyre, në një rrot të Xhavit Nuhiut, një person i dënuar politikisht për Republikën e Kosovës, po i palëvizshëm, ai ishte në karrocën e invalidit.
Po, në karrocën e invalidit dhe ai insistoj, sepse ati i pëlqenin edhe pse besoj nuk e kupton të letërsi shumë, por ati i bukur tingëllon të gjuha e pozisime dhe u dha shumë pas pozistime dhe nguli këmbë, insistoj dhe unë shova pe që ti marrë poezit miruaj, sepse ishte rrezik, po t'ja gjene ati në gomen të ke funit mua, mi mernin, mi shkatronin, atë ma ndryshë, unë isha 15 vjetë i dënuar, s'kishin që kam bëjnë ma shumë. Por a ishte një dënim 3 vjetë dhe mund t'a dënoni për zdytja te. Dhe a i ka rujt dhe a i ka dërgu në shtëpi. Por ka shumë modele me të vërtet interesante që janë rujt ato poezi. Dhe edhe kjo është një motiv shumë interesant për letërsinë, sepse vetëm njerëz që besojnë të letërsia, po, vetëm ai që beson të letërsia, e ruan tekstin letrar dhe është në gjendje të sakrifikuj për te. Njëjtin motiv e ka Visargjitin në Shqipëri. E ka një motiv të jashtëzakonshëm kur ai i ruan në një thes të fshehur, dhe kur e shet që gardiani po do në mja zbulu që shky lutet të shpëtoj poezia e të sakrifikohet ky vetë. është shumë interesant. Shumë e veçantë. Profesor, përveç kësaj pjese që është shumë e rëndësi, unë e thash edhe më parë, ju jeni profesor universitar, jeni një studiues që keni sjell shkrime të shumta për fusha të ndryshme. Një pjesë shumë e rëndësishme unë konsideroj është edhe literatura të cilën edhe sot studentët e fakultetit të gazetarisë e përdorin në degën e gazetarisë për ta njohur këtë fushë dhe për ta studiuar. Sa është e rëndësishme edhe kjo pjesë për ju? Konsideroj që edhe këtu keni dhënë një kontribut goxha të madh. Gazetaria dhe studimet gazetare më kanë dalë, them, në rrugë pak kërkesën time, nuk kam insistu, nuk kam dasht të shkoj në atë rrugën, por jeta të dërgon, edhe pse unë kam qenë vetë gazetar dhe në një pjesë të mirë të kohës, unë e kam kriju profilin tim për i gazetari, por ma vonë, duke qenë profesor i gazetarisë, e kam kriju profilin tim edhe për i studiusit të gazetarisë. Të studiurit të tekstit letrar, sidomos të gjinive letrare dhe të parime mbi cilat ndërtohet struktura dhe gjinia letrare mund kanë ndihmuar shumë që ta studioj edhe gjinin e tekstit e gazetar dhe strukturën e tekstit gazetar, një që ta barë të student, që student ta kuptojnë në thellë ku dallon një tekst gazetar prej teksteve tjera. Dhe këto tekste që janë 2 tekste që kam shkruar, njëri është kryesisht teorik, tipologji dhe zhanër, dhe tjetri është doracak universitar për student, zhanërit e gazetarisë, dhe student e njohin më shumë këtë dytin, ka 2 botime, sepse student e përdorin dhe mësojnë shumë prej ti dhe e duan shumë atë për këtë libër, dhe unë në mbasi e bëra botimin e parë, i kyqa dhe student, pastaj te libri i dytë, sepse e gjeta një model që t'i shtyt t'a lexojnë librin dhe t'mësojnë dhe kërkoja që t'ngjej një gabim. Kushdo që ma gjej një gabim, unë për një gabim timin ja u arritja notën student. Dhe kjo pati sukses, edhe gabime teknike, edhe një shkronjë që ishte gabim, ata e gjenin dhe më informon mua dhe kështu që në botim dytë është gati i përsosën pa gabime dhe pse s'ka tekst pa gabime. Por unë tash po them, unë kur e ndëgjova sot, unë sot e ndëgjova arsyetimin e jurisë, e falenderoj jurin që ka bërë vlerësimin, ndoshta kërkoj falje këtu, do të falenderoj edhe departamentin e gazetarisë, fakultetit filologjisë, që më ka nominuar, ata e kanë bërë nominimin. Dhe jurin e cila e ka bërë vlerësimin dhe më ka çmuar veprën time, ata u fokusuan kryesisht e letërsia nga burgu, gjë që mu më bën me undje shumë mirë, sepse po me të vërtet, unë jam marrë edhe me studimin e saj, njëkohësisht edhe vetë kam shkruar, po jam marrë me studimin e saj. Që kam shkruar vetë ka dhe plot tjerë që shkruajnë, mund të ketë dikun rreth 100 autor që kanë shkruar në burg, në Jugosllavi dhe në Shqipëri. Por ata që kanë studiu letërsi nga burgu janë trallë dhe ndoshta mund t'jem une i pari që kanë provu ta përkufizoj këtë letërsi. Është edhe Visargjiti po ashtu e bën të njëjtën punë, tash ka disa emra që bëjnë këtë punë, por kjo është një fushë që më bën me undje jashtëzakonisht mirë.
edhe pse unë kam edhe një fush tjetër në letërsi me cilin jam marrë shumë dhe studimet e mia, si që është doktoratura ose magistratura, i kam të fokusuar në atë fush të studimet e Gjergj Fishtës. Dedikoni një pjesë të madhe të krimtarisë të Fishtës, vargut të tij. Po, sepse ai ka qenë shkrimtari, poeti i madh shqiptar, po i cili në një periudhë është anashkaluar dhe është cenzurue, është ndalue dhe madje njerëzit janë dënuar kur e kanë lexuar. Miku im, Mergjen Avdyli, është dënue edhe për një pjesë të tekstit të daktilografuar nga Lahuta e Malcis. E ka pas corpus delicti act accus. Thot, ka bë veprimtari armiqësore sepse ka lexuar dhe ka daktilografuar këtë këngë të Lahutës së Malcis në po. Profesor, një pjesë të krimtarisë suaj letrare e ndërlidhni edhe me politikën, konceptet për politikën, koncepte për mendimin e ri politik. Pra, një pjesë të veprimtarisë suaj politike e hasim edhe në librin, në letërsinë që ju bëni. Konsideroj që edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e krimtarisë suaj. Madje për mua është shumë e dashur. Okej. Jo vetëm pjesa e letërsisë, po dhe literatura politike është shumë e dashur për mua. Tash shpejti del një libër nga shtypi, është në Shtyp shkrojnë, ndashta është çështje e ditëve, revolucioni 1981, ku unë i kthehem 81-shës dhe analizoj, tregoj, analizoj dhe përkufizoj procese që kanë ndodhur atëherë. Kjo është një pjesë pothuajse paralele dhe e barabartë e krimtarisë time, literatura politike. Kur e shikon nga aspekti i parë, ëndra ime s'ka qenë kjo, ëndra ime ka qenë veç letërsia. Me qartë, Por, kur e shikon nga aspektin ka kemi jetë si shoqërinë, ka qenë pa të tërsushme edhe pjesë e politikë. Absolutisht. Do të thotë letërsia sa do të jetë e vlefshme kur ty të mungon liria themelore, ti s'mund bësh as letërsi, as fe, as anë. Historia e tregon që ata të cilët e duan dhe janë marrë me letërsinë kanë qenë goxha lider të zotët në fushën edhe të politikës. Po, disa shembuj të tillë ka edhe të shqiptar, disa shembuj po dhe në politikën dhe letërsinë evropiane, sidomos 20-30 vjet e fundit të shekullit 20 ka. Edhe më herët ka shembuj të tillë. Nga njëherë edhe unë, thjesht nga njëherë edhe unë jam në konfuzion, a thuk korespondon politika, teoritë politike, shkrimi politik me shkrimi letrar, por fakti që ndodh, do të thotë besoj që po, sepse kultura politike është kulturë, edhe kultura letrare është kulturë, janë dy sferat ndryshme, por kur, qysh thot ajo fjala e vjetër, kur topat kërcasin, muzat flejnë, edhe Homeri flej. Do të thotë, në situata çfarë ne kemi kalue, kur topi ka kërcit lufta, atëherë detyrimisht i du ta lësh anash, dhe kjo është, them kushtimisht ajo plaga ime, enciklopedia imagjinare, e kam pas për skit veti 40 vjet, po kur se kanë shue, po kur s'kam arrit mi adhon fundin deri para pak vjetve. Kjo është arsyeja, sepse do të thotë topi kërciste dhe mirësha me aspekte tjera, me literaturën politike, me kulturën politike. Konsideroj që në të themi, nga tani e tutje, profesorin Bajram do ta kemi më aktiv në letërsi, në shkrime, në publicistik, në analizat të ndryshme të cilat ju i bëni me të vërtet për me. Në letërsi besoj po, edhe do të thotë edhe në literaturën politike, edhe në letërsi besoj, unë ka vite që provoj me ikë prej medjave, prej daljeve publike për tema të ngushta politike. Natyrisht jo, nuk iki për proceset themelore të Kosovës, por për politikën e ditës zakonisht nuk komentoj dhe mundohem që këtë hapësirë t'ja lë tash letërsisë. Kjo po besoj është pjesa jetësore në cilën do t'i përkushtohem tërësisht letërsisë dhe tekstit.
Profesor, në Ministrinë e Kulturës të falenderuan për veprën që keni bërë me tekst të veçanta të politike, unë po du me të falenderu në emër të krejt gazetarëve të Departamentit të Gazetarisë në Filologjik, për krejt punën edhe angazhimin të shumë vjeqarë që ke bërë dhe që do të vazhdosh të bësh edhe më tej me studentët, sepse përveç që na e ke dhënë dashnik madhe dhe pasion për gazetarin, na ke bërë me dashur edhe letërsinë, po mos shumë si Kosovën. Po të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne. Faleminderit shumë dhe kënaqësia më e madhe ime është kur shoh student ose bashkëpunëtor ose miqtë e mi të kenë sukses në fushat ku ata janë përgatitur, si është rasti juaj. Faleminderit shumë profesor. Kënaqësi.